Besoj që gjendemi në një ag të ri për Shqipërinë si një kom që guxon të udhëheq e jo të ndjek në balë të shkencës e teknologjisë në këtë rajon. Më lejoni të them që duke krijuar një ministret inteligjencës artificiale, ministre e parë në botë e inteligjencës artificiale, Shqipëria nuk po përqafon thjesht të ardhmen, por po përpiqet të bëj pjesën e saj për ta projektuar atë. Diella nuk është një lodër, s'mund tjetë më ndryshe se sa kaq. Përmes saj ne kemi shndërruar atë çfarë ka qenë domen i së mjekulltës në një algoritëm transparent për të shndërruar pushtetin e shtetit në pushtetin e shërbyesit. Në fakt jemi të bindur që herët më shumë se sa vonë do të jemi në gjendje që të ofrojmë përmes diellës një instrument të jashtëzakonshëm për t'i bërë tenderat publik të hapur, transparent e me integritet siç nuk është parë më parë.